Në një parti ku ka familje aristokratës si familja e Ibrahim Rogovës, lumniri është dasht para një ore me jap dorëheqje. Mirë po s'është ende vonë, ka kohë deri në 12 natës që Lumnir Abdiliku me ja kthy shpresën votuesit të LDK-s, me kuptu votuesit të LDK-s që ka njerëz që e marrin fajin përsipër dhe e ki kthy LDK-n aty ku e ki marrë në 14%. Pra ajo krenimi yt që e kum rrit, e kum bë 18, e ki kthy aty ku e ki marrë. Asgjë s'ki bë. Investimet abnormale të fushatës kanë bo me shku dhe në 18%, po kjo s'ka bo mo kur gjoheq. Ja ku je në 14%. Si s'ka fushat me investime enorme, s'ka 4%. Pra, dërheqja do t'ishte minimalja. Pas dërheqjes me punu shumë, me ullë kokën e me qëndru besnik ati që je merë udhëheqjen e LDK-s. Apo asaj.